Nuk e kanë mbytur Isajin a.s. Si do të zbret Isai a.s. Foshnje e posa lindur I tha fjalët e para të Isait a.s. E demantojnë komplet fin krishtere deri në ditën e fundit. Do të zbret Isai a.s. dhe do të thyen kryqin. Është duke ardhur një popull, janë duke ardhur disa njerëz, është duke u paraqit një fitne të cilës nuk ka kush që I ban ball. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi takon Allahu subhanahu wa ta'ala, ate falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes Tij, shokëve Tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, nuk ka dyshim se një ditë do të ndodhë kiameti. Nuk ka dyshim se një ditë do të përfundon çdo gjë. Nuk ka dyshim se një ditë do të shkatërrohet çdo gjë e cila ekziston mbi sipërfaqen e tokës. Mirë po, nuk do të ndodhë kiameti derisa të paraqiten 10 shenja të mëdha të kiametit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve I pa sahabët duke biseduar në mesin e tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju bani pyetje, por çfarë po bisedoni? Por çka po diskutoni? Than ja Rasulullah, po diskutojmë për kiametin. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk do të ndodh kiameti derisa të paraqiten 10 shenja të mëdha të kiametit. Në mesin e tyre Dejjalli, fitneja e Dejjallit, e cila është fitneja më e madhe që do të ekziston dhe që do të paraqitet ndonjëherë në mesin e njerëzve. E pastaj si shenjë e madhe e kiametit është edhe zbritja e Isait alayhis salam. Çka nën kupton zbritja e Isait alayhis salam? Nën kupton që Isai alayhis salam ende është I gjallë, nuk ka vdekur dhe një ditë në prag të kiametit do të zbret dhe do të paraqitet në mesin e njerëzve si shenjë e madhe e kiametit. Megjithse një pjesë e njerëzve menduan që ai është I mbytur, një pjesë tjetër e tyre e shejtruan atë. Allahu azza wa jall na tregoi të gjithëve në Kur'an atë e cila është e vërteta, atë e cila është e drejta. Tha Allahu azza wa jall: "Wa ma qataluhu وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ." Nuk e kanë mbytur Isain alayhis salam, nuk e kanë kryqëzuar Isain alayhis salam. Mirë po ai ju përngjau atyre, menduan se është Isai alayhis salam, në realitet nuk ishte ai. Isai alayhis salam do të zbret, do të kthehet edhe një herë dhe fundi I tij është I veçantë, ashtu siç ishte I veçantë fillimi I tij. Isai alayhis salam erdhi në këtë dunja jo sikur të gjithë njerëzit.
Gjithë njerëzit kanë ardhur në forma të ndryshme, e shumica e tyre në një formë të caktuar. Njerëzimi në përgjithësi erdhi nga një mashkull dhe nga një femër. Mirë, po dikush erdhi vetëm nga një mashkull, dhe ajo është Hava, bashortja Ademit a.s. E dikush erdhi në dunja pa mashkull dhe pa femër, dhe ajo është Ademi a.s. Pra Ademi a.s. pa mashkull dhe pa femër. Njerëzimi në përgjithësi nga mashkull dhe nga femër. Hava e veçantë nga mashkull pa femër, dhe Isai a.s. i veçantë në ardhjen e tij në këtë botë nga femra pa mashkull. Erdhi Isai a.s. nga nana e tij Merjemi, mirë, po ajo duke mos qenë martuar fare. Atëherë kur lindi, kur e mori foshnjën në krah dhe u paraqit para njerëzve, njerëzit kur e pan një grua e cila ka lind, një grua e cila ka fëmijë në krah, mirë, po nuk është e martuar, thanë: Ja ukhte Harun, ma kana buki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghia. Çka ndodhi me ty, oj motra Harunit? Baba yt nuk ka qenë njeri i keq, nana yte nuk ka qenë e pandershme. Si ka mundësi që ti me ardh me një fëmijë nga pandershmëria, nga imoraliteti, nga zinaja, dhe akuzuan Isain a.s. se është fëmijë imoraliteti, dhe këta ishin jehudët. Këta ishin ata të cilët në atë kohë dhe sot janë vrasësit e fëmijëve, vrasësit e grave, vrasësit e pleqve, jo vetëm kaq, vrasësit e pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall. E pastaj pjesa tjetër e njerëzve të cilët e shejtruan atë dhe e llogaritën, por derisa ka ardhi Isai a.s. në këtë dunja pa bab, pa prind, atëherë ai është i biri i Zotit. Në disa raste është vetë Zoti, në disa raste është i biri i Zotit, në disa raste është shpirti i shenjtë. Merjemi me foshnjën në krah bani me shenjë, nga djali i vogël, nga foshnja e posalindur që ai të flet. Fesharat i lejh, bani me shenjë nga Isai a.s. Kalu kejfe nukellimu men kane fil mehdi sabia. Si ti flasim ne një foshnje e cila vetëm se sa ka lindur. Atëherë foli Isai a.s. Foshnje e posalindur i tha fjalët e para të Isait a.s. e demantojnë komplet fen krishtere deri në ditën e fundit. Gjithë ata dietar dhe shkencëtar dhe të përparuar dhe të ditur, të cilët i takojnë kësaj feje të humbur, Isai a.s. me fjalën e parë, me një fjalë e demantoi komplet bindjen e tyre. Cila ishte fjala e parë e Isait a.s. Kale inni abdullah, tha une jam rob i Allahut Azza wa Jall, jam rob i Allahut, as nuk jam djali i Allahut, as nuk jam i biri i Zotit, as nuk jam shpirti i shenjtë, as nuk jam vetë Zoti. Une jam rob i Allahut Azza wa Jall. E pastaj pas një kohë, pas kohës së rritjes së Isait a.s. dhe thirrjes së tij në fenë Allahut Azza wa Jall, dashtën jehudët që ta mbysin atë, u drejtuan në rrugën e tij që ta mbysin atë. Allahu Azza wa Jall, një njeri të afërt të Isait a.s. e shndroi në pamjen e tij, e morën dhe e mbytën duke menduar që është Isai a.s. Çka ndodhi? Tha Allahu Azza wa Jall: wa ma qataluhu yaqina. Nuk e kanë mbytur Isain a.s. Bar rafa'ahu Allahu ilejh. Allahu Azza wa Jall e ngriti Isain a.s. në qiell të Allahu Azza wa Jall. Dhe në fund
wa innahu la'ilmun lis-sa'a, ai do të jetë nga shenjat e mëdhaja të kiametit. Do të zbret Isai alayhis salam. Si do të zbret Isai alayhis salam? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na përshkroi mënyrën e tij edhe në detaje, në atë e cila nuk është ditur në atë kohë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, do të zbret Isai alayhis salam në lindje të Damaskut, tek minarja e bardh në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që nuk kishte atëherë minare të bardh. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të zbret në lindje të Damaskut, tek minarja e bardh, do ta mbajnë me lajket me krahët e tyre, do të jetë i veshur me dy rroba që ngjajnë në nuancën e ngjyrës së verdh, do t'i pikojnë flokët ujë, do të zbret Isai alayhis salam tek kjo minare. Si do t'jetë gjendja e muslimanëve? Muslimanët në atë kohë vetëm se janë rreshtuar që ta falin namazin e sabahut. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si do t'jetë gjendja e juaj kur tek ju do të zbret Isai, i biri i Merjemit, ndërsa imami do t'jetë imami për juve, imami i muslimanëve do t'jetë në atë namaz Imam Mehdi. Do të vjen Isai alayhis salam, do t'i aliron vendin që të del imam, mirë po do ta shtin Isai që ai ta vazhdon namazin, do ta falin namazin, pastaj do të niset Isai alayhis salam për në Kuds që të takohet me Dejjalin. Do të arrin atë në portën Lud të fshatit Lud, i cili është në Palestinë, dhe do ta ngrit shpatën dhe do ta mbyt Dejjalin, gjaku i të cilit do të shihet në shpatën e Isait alayhis salam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi që Isai alayhis salam pasi të kthehet do të gjykon me drejtësi, do të vjen sheriati, do të vjen feja Allahut azza wa jall, do të gjykon Kurani. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të zbret Isai alayhis salam dhe do ta thyen kryqin, simbolin kryesor të krishterëve, do ta thyen kryqin, nga se një gjë e tillë është gënjeshtër. Isai alayhis salam nuk është kryqëzuar, do ta mbyt derin të cilin e hajnë të krishterët dhe e paraqesin të lejuar në emër të fesë së tyre e në emër të Isait alayhis salam. Nuk do ta pranon gjizjen, nuk do të pranon që dikush të jeton nën shtetin islam dhe të paguan. Atëherë njerëz nga ehlul kitabi, idhtar të librit, jehud edhe krishter, do ta pranojnë islamin. Tha Allahu azza wa jall, wa in min ahli al-kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Nga idhtarët e librit, nga jehudët dhe nga krishterët, do ta besojnë islamin, do ta besojnë Allahun azza wa jall, do të kthehen në islam para se të vdes Isai alayhis salam. Do të jeton Isai alayhis salam në një kohë e cila do të jetë e frytshme, e cila do të jetë e bereqetshme. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lum për atë kohë, në kohën apo pas kohës së Isait alayhis salam, lum për atë kohë, do të zbret shi nga qielli, do të dalin bereqetet e mëdhaja. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga një pjesë rushi do të kenë mundësi që të hanë një grup i njerëzve, nga një sheg do të kenë mundësi që të hanë një grup i njerëzve. Tha, do të kalon njeriu dhe afër ti do të kalon luani dhe nuk do të ketë frikë prej ti, do të mbizotron drejtësia. Në një transmetim tjetër tha, ujku do të qëndron me delet, si kur të jetë qeni që i ruan ato, do të mbizotron drejtësia, do të mbizotron islami, do të qëndron Isai alayhis salam, si pas disa dietarëve 7 vite pasi të kthehet, si pas disa dietarëve 40 vite pasi të kthehet, shkaku i transmetimeve të ndryshme që kanë ardhur për një gjë të tillë. Do të qëndron Isai alayhis salam, pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do t'i dorëzon shpirtin Allahut azza wa jall, ndërsa muslimanët e asaj kohe do t'ia falin namazin e xhenazes. Pra ne besojmë si musliman që Isai alayhis salam nuk ka vdek. Isai alayhis salam është i ngritur te Allahu azza wa jall. Isai alayhis salam do të zbret edhe një herë mbi sipërfaqen e tokës, do të gjykon me Kur'an, do të sjell drejtësi
mbi këtë tokë dhe njerëzit do t'i bashkangjiten atij. Mirë, po gjatë kohës së Isait alayhis salam do të ndodh edhe një shenjë madhe e Kiametit, e cila do të paraqitet duke qenë Isai alayhis salam gjallë. Isai alayhis salam do ta mbyt Dejjalin, do të përfundon kjo fitne. Mirë, po do të paraqitet një fitne tjetër, një shenjë e madhe tjetër, për të cilën Allahu Azza wa Jall do t'i thot Isait alayhis salam, është duke ardhur një popull, janë duke ardhur disa njerëz, është duke u paraqit një fitne të cilës nuk ka kush që i ban ball. Nuk ka dikush, as Isai alayhis salam, as besimtarët, as ushtria e tij, e as dikush tjetër që ka mundësi t'i ban ball këtij populli. Kush është ky popull? Ky është populli Ya'juj dhe Ma'juj. Allah i thot Isait alayhis salam, ngrituni në kodrën Tur, do të ngritet Isai alayhis salam dhe bashkë besimtarët me te, ndërsa në tokë do të paraqitet fitneja apo shenja e madhe e Kiametit, e cila është populli Ya'juj dhe Ma'juj. Kush është ky popull? Çka do ndodh me këta njerëz? Çka do ndodh mbi sipërfaqen e tokës? Si do të jetë fundi i tyre? E gjithë kjo mbetet për ligjëratën e ardhshme, për hutben e ardhshme. Nëse Allahu Azza wa Jall na mundson, ne lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu në këtë din të na forcon, imanin ton të na shton. Lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na bën prej atyre që jetojmë me Kur'an dhe Sunnet, i praktikojmë ato që na urdhëron Allahu, jetojmë nën porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jetojmë ashtu si Allahu është i kënaqur dhe adorojmë shpirtin Allahut me la ilaha illa Allah. Lutim Allahun Azza wa Jall, muslimanët kudo që janë, Allahu t'i ndihmon, gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson, të varfërit tanë Allahu t'i pasuron, të sëmurët tanë Allahu t'i shëron, të vdekurit tanë Allahu t'i mëshiron. Lutim Allahun Azza wa Jall, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.